Përshëndetje, jemi përsëri bashkë. Si që shikoni, sot kam dalë në natyrë. Një ambient i mrekullueshëm, relax, ajri pastër, çdo gjë perfekte. Sot desha të flas për dy momente të jetës time që kam kaluar. Dy momente në të cilat kam prekur dy skajet, si të thuash, skajet e botës materiale. E në një moment të parë kam jetuar dikur në Amerikë, në Philadelphia eksaktësisht. Punoja, sepse gjithë jetën kam punuar me djesë në ballit. Nuk kam s'jam marrë me asgjë tjetër, vetëm me djesë kam punuar. Punoja në zanat. Si zanat kam shtrim pllakash, parketi, punime ndërtime të ndryshme. Edhe erdhi një moment që fillova të punoj për vete atje. Mbas të momentit, mbas të punës që kishte rast se kisha një punëtor, kisha rast se kisha 2, kisha rast se kisha 3, 4, vari nga puna që më dilte. Edhe të drejtën isha mirë. Punoja, por isha mirë ekonomikisht. Isha mirë ekonomikisht, po prap sado që shpenzoja shumë, dilem mëngjes nga shtëpia, $100 ishin normal të lexoja në ditë, hyrë me një klub, dil me një klub, hyrë me një lokal, dil me një lokal, hyrë me një restorant, dil me një restorant, hyrë në një pub, dil nga një pub, hyrë me një diskotek, dil nga një diskotek. Se isha dhe në qikiri atë, edhe kisha qik qef të gjë. Po nuk plotësoja dot poshlikun që kisha brenda meje. Sado që kisha xhepin plot me lek, nuk më mungonte asgjë. Makina që kisha e bleva të re, akull, çfarë. Po një poshlik që kisha brenda, nuk më linte të jetoj e qetë. Ndjesha gjithmonë bosh. Gjithmonë kërkim të diçkaje që më mungonte. Dhe mendoja se do të plotësonin mirat ekonomike. Me këtë nuk do të them që mirat ekonomike nuk duhen. Duhen, patjetër që duhen. Duhen sepse ti nuk ndihmon dot vetëm atë pak, po s'patet mirë ekonomike. Dhe më ndihmosh të njerëz të tjerë. Po jo çdo gjë është leku. Nuk të mbushet brenda. Okej, ikuaj e periudhë, vinë në Shqipëri. Edhe iku vërtet ajo periudhë. Gjendja ime ekonomike nuk është më ajo që kisha. Nuk mundem të harxojmë $100 siç është deri në ditë, minimum. Tash mund të pi 2-3 kafe, kaq. E kupton? Jetoj, punoj, vazhdoj punoj si gjithë tjerë. Po në të njëjtën zanat, po në të njëjtën punë. Jetoj si normalisht, si gjithë tjerë. Me ata rrogë që marrë, me ata lekë që marrë. Pra, pa shumë saltanete. Po, jeta ime brenda ka ndryshuar komplet. Qëse unë dje kisha xhepin plot me lekë, edhe mendjen plot me stres, edhe shpirtin pa ngopur. Unë sot e kam xhepin bosh, jo bosh, sepse nuk mund të qam,
Zoti Madh, faleminderit për çdo gjë që kam të jam mirënjohës. Kam për të plotësuar nevojat e mia, për mos e shtridor njeriu, punoj dashmërisht. Mirë, po sot nuk është e njëjta situatë që ishte kur isha në Amerikë. Sot targat e mia nuk janë ato. Llogaria bankare gjithashtu. Mirë, po sot unë jetoj. Sot unë jetoj me plot kuptimin e fjalës. Pasi edhe me xhepin bosh, unë jam plot brenda. Shpirtin e kam plot. Mendja e kam qetë. Jo se sot nuk kam probleme. Jo se sot nuk kam strese. Një po mënyra si përballoj sot, me mënyrën si përballoj atëherë, ka ndryshuar komplet. Çfarë ka ndryshuar konkretisht? Ka ndryshuar mënyra se si unë i përqasem shqetësimeve që më vijnë çdo ditë. Në atë parë nuk qajem më, se ndodhin vetëm mua këto gjëra, pse kështu, pse ashtu. Po thjesht mundohem të nxjerr një mësim nga ashtu shqetësim që më ndek përpara. Ajo që pyes veten është çfarë unë mësoj nga kjo situatë. Pse me kjo situatë që më erdhi, çfarë leksioni po më jep. Mendja është me qetë, pasi mendja është ka dijet e duhura. Pasi unë nuk ndihem më i vetmuar. Nuk ndihem më i vetmuar, sepse prezenca e Zotit në jetën time ka mbushur çdo gjë, çdo. Ne mundohemi të kërkojmë zgjidhjen e gjërave, zgjidhjen e situatave, zgjidhjen e sikletave, problemeve. Mundohemi ta kërkojmë gjithandej. Mundohemi në çdo drejtim, në çdo i besojmë njërit tjetrit, i besojmë forcave tona, i besojmë fuqisë monetare. Mirë, s'ka gale, unë mendova se nuk e kishe parë. Të paktën për veten time, kam mësuar të besoj burimit. Burimit të çdo gjë. Burimit të vojtjeve tona, burimit të lumturisë tonë, burimit të energjisë tonë, burimit të çdo gjë. Është vetëm Zoti ai që të bën të lumtur. Jo, s'nxepen, po në qoftë se do ta bësh, prezenca e tij në jetën tënde është e vetmja zgjidhje. E vetmja zgjidhje e çdo lloj situate ku ti mund të ndodhesh. Nuk ka asgjë tjetër që të të ndihmojë më tepër se sa prezenca e Zotit. Shpun kam në Korfuz, 100 herë në Korfuz kanë qenë. Në momentin që ti kupton që nuk je vetëm, por Zoti është gjithkohën prezent në ty. Më dëgjoj tash. Ndjem prezencën e Zotit. Pragën edhe Berlin. Atë Nuk është e lodhshme. çdo gjë është mos lëviz më shumë e përballueshme. Dëgjoj, nëse të pëlqen mirë. Por ti ndjen që Zoti është pranë teje në çdo moment. Po ishte ftohtë mi atëherë, ishte. Nuk ka gjë që të trombi. Çdo situatë përballohet. Mirë, dëgjoj, mendoje dhe më thuaj mbas një ore. Se jam në rrugë. Edhe unë jam në atë pozitë tash që ndjej prezencën e Zotit në jetën time. E ndjej në çdo moment jetës time. Edhe jam shumë mirënjohës, shumë falenderues që sot kam syt hapur. Nuk jetoj më verbërisht. Neve pretendojmë të jemi të lirë. Neve pretendojmë të jemi pavarë. Se ka mjes dregdar. Nuk është ashtu njerëz. Çdo gjë është pronë e tij.
10 Ne jemi pronë ati. Nuk mund të jemi të pavarë. Ai është kudo. Është jashtë nesh, është brenda nesh, anash nesh, sipër nesh. Testi është një prallë, vetëm Çdo televizori. gjë është në kontrollin e tij. E po çfarë ti them? Në momentin që neve fillojmë të thrasim mendjes që jemi në iluzion, e duhet të zgjohemi nga ky iluzion. Të heqim atë perdën nga syt, edhe të shikojmë gjëra siç janë. Shikojmë që çdo gjë është nuk ka rasti, çdo gjë është në kontroll. Edhe Zoti është prezent kudo. Boll ta kërkosh. Boll ta duash ndihmën e tij dhe të e kesh në moment. Siç edhe unë pata. Që një moment që isha bosh komplet. E në atë moment kërkova, Zotash, kjo nuk është jeta ime. Jeta të cilës unë i përkas. Në të njëjtën natë, mua më paraqitet në një video në YouTube, pasi ndjek rregullisht YouTube-in. Më paraqitet një person, më tregon se kush është jeta të cilës unë i përkas. Pra, do të them që kërkojeni Zotin. Bëjeni një lutje të sinqertë, edhe ai do i shfaqet. Padyshim. Mirë, ju falenderoj për sot. Ishte kënaqësi që ishim bashkë. Dëgjojmë. Deri së tjetër, mirëpafshim.